Edhe një diçka shumë interesante për Dark Angel, çfarë do thotë gjua angleze edhe çfarë do thotë gjua shqipe. Të doja të shpjegoja kur po flisja për shkronjën. Atëherë nëse duam të mësojmë të shkuar nga atë çfarë do pasoj, duhet që me patjetër të dim shqip. Dhe kryesisht gegnishtja e pastër e ka thelbin e hartave sekrete, ka thelbin e vendodhjeve të shumë objekteve apo qëndrave të energjive në botë, duke përfshirë territoret brenda Shqipërisë, jashtë Shqipërisë edhe kudo nëpër botë. Kjo duhet mësuar është gjua e Zotit me të cilën Zoti flet me anë të natyrës. Dhe duhet që të dish anglisht ose angelisht ose angelisht, që është gjua e engjëve, po jo e engjëve atyre të dritës, engjëve të rënë, engjëve dark angels. Dhe çdo gjë përkthehet sot, domethënë çdo deshifrim satanik që duhet të përkthehet është në gjuhën angleze. Dhe këto dy gjua angleze është gjua më e re në botë, e cila është krijuar menjëherë pas rënies së Dark Angels, pas rënies së engjëve, që kryesisht në fillim u krijuan ose baza kryesore ishte në Hollywood, në Los Angeles, dhe më pas u përhapën baza të tjera kudo në Europë, në botë, në Francë, në Itali, në Vatikan, domethënë ku janë epiqendrat kryesore, dhe mos harrojmë që po të shikojmë përreth në Shqipëri, në Kosovë nuk ka asnjë ndërtesë të Dark Angels. Ne nuk kemi asnjë ndërtesë të atyre ndërtesave të famshme, me atë arkitekturën e famshme që janë krijuar pikërisht nga këto arkitektë që nuk janë human. Atëherë, përderisa ky lloj zhvillimi ka ardhur në Francë, ka ardhur deri në Itali, ka ardhur deri në Austri, edhe si ka mundësi që nuk ka ardhur në tokat tona? Si ka mundësi që ne nuk kemi asnjë ndërtesë të vjetër apo një piramidë? Është një fakt që ose janë në tokë dhe ne jemi burimi i dritës dhe burimi një energjie të pashtërueshme, dhe përderisa neve na keq trajtojnë deri në këtë farpike që edhe sot në vitet 2000 ne kemi pasur luftë duke pasur tokat tona, duke qenë në tokën tonë na kanë sulmu, edhe akoma vazhdojnë të na bëjnë genocide, të na nxjerrin nga trojet tona, gjatë gjithë kohës na sulmojnë. Atëherë duhet kemi diçka të veçantë, dhe nëse dikush nuk e beson që ka diçka të veçantë, edhe thotë jo mos e faj jon për këtë, edhe vetëm kur del dikush i famshëm apo dikush që flet, thonë oh po jemi krenar që jemi shqiptar. Atëherë gjithë secili duhet mundohet që brenda vetes të kuptojë se çfarë kemi ne dhe çfarë fshef kjo tokë që jemi kaq të rëndësishëm. Pse nuk ndodh kjo në një tokë tjetër? Pse nuk sulmohen? Pse ne gjatë gjithë kohës çajër ndërtojmë diçka, duhet të na e shëmbin, të na e prishin dhe ta ndërtojmë nga e para? Pra ti po thuaj që Kosova dhe Shqipëria mund me pas piramida të nëntokshme shumë, nën tokë. Po mundet, sepse përderisa u gjetën në Bosnjë, ku praktikisht Bosnja ka qenë pjesë e Kadishullit Ilirik, atëherë i bie që ne duhet kemi ndonjë gjë tjetër nën tokë. Edhe me të shikojmë nga format e maleve apo disa kodrinave dhe disa manastireve apo disa vendeve fetare, kulteve fetare që janë ndërtuar pikërisht në këto zona, që UNESCO i mbron me fanatizëm dhe zakonisht nuk të lë as të ndërtos dhe as të bësh asgjë në këto vende. Kjo do të thënë që ka një sekret në këto vende. Folëm shumë sonte për shumë tema, a beson në Zot, pranvera? Po sigurisht që besoj në Zot, jam duke folur vetëm për Zotin non-stop, përveç fesë. Nuk jam duke folur për fen, kjo nuk do të thënë që nuk besoj në Zot. Feja dhe Zoti nuk do të thënë që janë gjithmonë kështu bashkë. Do të thënë unë e njoh Zotin në një mënyrë tjetër, feja e njeh në një mënyrë tjetër. Nëse unë do kisha qenë katolike e devotshme, muslimane e devotshme, që unë praktikisht unë besoj që feja ka diçka të vërtet në të, dhe duhet me marrë atë esencën që ajo ka të vërtet, po jo gjithçka që ajo ka është e vërtet. Unë këtë pjesë nuk besoj. Që do me thënë, Zoti e shpreh veten te njerëzit, ose te natyra, te çdo gjë. Nuk do me thënë që unë duhet ta lexoj patjetër te ai libri aty, gjithçka që thot Zoti, sepse ai libri për mua mund të jetë dhe një agent e kësaj elitës që na qeveris, që thot do bëhet kështu, do bëhet ashtu. Si mund ta besoj? Nëse unë do me thënë nuk besoj Zotin, i bie të mohoj dhe veten time, që nuk unë prej kësaj ekzistoj, prej Zotit. Dhe nëse feja vërtet do kishte pas një lidhje të madhe me Zotin, duhet që këto 2000 vjet të na kishte treguar Zotin pak më afër, s'na ka afruar fare. Nuk është se ka penguar dikush fen, feja ka pas pushtet të papar mbi gjithçka. Dhe pse nuk na ka treguar ne, pse nuk na ka afruar ende me Zotin? Pse nuk na ka takuar? Me që na e bën sikur Zoti është një burr i madh që rri atje në qiell, edhe na dënon, edhe na vret, edhe na pret. Unë nuk e besoj kështu, për këtë pjesë unë nuk jam dakord me fen. Për të gjitha fet, jo vetëm për një fe. Por jo se nuk besoj Zotin. Po Arianiti ka filluar më nervozu dhe Hoxha, do të kalojmë tek një temë tjetër,
tek buta, kem të fol për glubin. Mendoni që huaj çfarë forme mendoni që ka glubi apo tuka? Ka formën e shesht, të rrafshit që themi ne apo kështu siç e shohim ne këtu? Po, sipas shpjegimit të Kuranit, domethënë thotë Zoti tokën e kemi bërë të rrafsht, të shesht. Dhe nuk jep shpjegim më shumë se kjo. Kjo është ajo që e flet Kurani dhe na kështu e besojmë dhe kështu e pranojmë. Deshta më ndërlidh nëse te pranvera. Te pranvera në lidhje me besimin, ajo mirë e shpjegoj domethënë, e beson Zotin në formën e vet. Për dallim prej asaj që jemi na musliman, që e besojmë Kur'anin si libër të Zotit dhe çdo gjë që Zoti na flet në Kur'an është e vërtetë. Pavarësisht se sa na mund ta kuptojmë dhe sa na mund ta zbërthejmë, Kur'ani është një mrekulli, një thesar i pashtershëm, që i ka mrekullitë e saj. Kjo është dallimi mes botkuptimit ton ndaj Zotit ton dhe botkuptimit të pranverës, dhe jo që na nuk kemi mundësi ta njohim Zotin, na e shohim Zotin për çdo ditë, por jo me sytë tona. Domethënë ashtu sikur se tash e shoh unë këtë gotën në këtë formë. Nëse unë e shoh këtë gotën, e shoh prodhuesin e gotës. Nëse unë e shoh këtë tavolinë, domethënë faktikisht unë e shoh në një farë mënyre atë që ka prodhuar tavolinë. Absolutisht. Jo, po të njëjtën ide, po thoya veçenja jon, domethënë edhe mundësia për ta njohur vetveten është rruga për ta pasur Zotin. Dhe nuk është patjetër me pas Zotin për me besu Zotin. Atë që e thash edhe më herët, ne besojmë se shpirti ekziston edhe pse nuk e shohim. Të njëjtën gjë them edhe unë vazhdimisht. Po, domethënë, jo, deshta të vite te pika se na e shohim Zotin me një farë mënyre çdo ditë. Pra atë edhe Zoti në Kur'an thotë inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. E çtoj ajetin ashtu si është në Kur'an, në krijimin e qiejve dhe tokës, në ndryshimin e natës dhe ditës, që kjo nuk është prej dorës tonë, nuk është me ndërhyrjen tonë. Thotë ka argumente dhe fakte për ata që kanë logjikë dhe mendje të shëndosh. Po pse ka kaq shumë fe nëse është një Zot, këtë s'kuptoj. Prandaj unë nuk mundem të jem pjesë e një feje, sepse janë kaq shumë. Është si punë shkolle që i fusin në një klasë këtu A, B, C dhe është i njëjti Zot. Përveç kësaj, nëse ju mendoni ose gjithë ato fetarë mendojnë që Zoti është kaq i madh, pse duhet ju t'i bëni një shtëpi Zotit kur Zoti na ka bërë ne dhe ka bërë gjithë të botë? Këtë s'kuptoj. Ne nuk i bëjmë shtëpi Zotit. Po si, kishat e xhamia thonin që është shtëpia e Zotit. Jo, këtë e bëjmë për në shenjë respekti dhe shenjë nderi. Po ti mundesh me i lutesh Zotit edhe vetë? Ne ashtu sikur se themi na jemi qenje Zotit. Domethënë unë jam qenje Zotit. Unë nuk tham që jam biri i Zotit, unë jam qenje Zotit në shenjë respekti, se Zoti e ka nderuar dhe e ka respektuar njeriu. Po ashtu në vendin ku bëhet ajo faktoria dhe adhurimi ndaj Zotit, në shenjë respekti ne e quajmë domethënë atë objekt e cilësojmë se është shtëpia e Zotit, jo se Zoti banon aty, sepse njeriu i cili gjendet në atë objekt është më i rëndësishëm se vetë objekti. Nëse objektin e ka ndërtuar njeriu e ka ndërtuar Zoti. Kështu që njeriu është domethënë mbi më i vlefshëm se vetë. Andaj na e themi shpesh herë, ndoshta edhe ky